Finalja e shumë pritur e Big Brother VIP Albania 4 po mbahet sonte, por një prej ish banorëve që ka tërhequr vëmendje të madhe javën e fundit, Jozi Marku, mungon plotësisht në mbrëmjen përmbyllëse, me sa duket. Jozi nuk ka qenë i ftuar fare nga produksioni dhe arsyeja pritet të jetë e lidhur me sjelljen e saj të papranueshme në javën e kaluar, kur ajo sulmoi fizikisht dhe verbalisht banorin finalist Besart Kelmendi, Gjesti. Gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë, incidenti shkaktoi reagime të forta në rrjetet sociale dhe u konsiderua si një prej momenteve më të tensionuara të këtij sezoni. Megjithse jashtë shtëpisë dhe e përjashtuar nga finalja, Jozi ka vazhduar të jetë aktive në rrjetet sociale. Ku së fundmi ka publikuar një fotografi për krah Rozana Radit duke i dhënë asaj mbështetje të hapur. Ai madje i ka bërë thirrje ndjekësve të tij që të votojnë për këngëtaren, duke e cilësuar si të vetmen që e meriton fitoren. Kjo mungesë në finale tregon se produksioni ka vendosur të distancohet nga çdo situatë që ka cenuar etikën e spektaklit, duke u fokusuar vetëm tek finalistët dhe atmosfera pozitive e natës përmbyllëse.